Ilan takim? O caminhão de Shëqja qytetare, policia on kom. Qish problemit kini, polis ta ipja këtu për taj. Po pres këtë autobusin me savonojtë në kime, Sa bëhet këshu me, tik-tiku këtu. Qa kjo me skuptoka kjo më duke te, që ka huj kjo. Prisa qa ti them, Lali, ta kilometrajn e liga, tutto bene ragazzi, dame tu amor tambien quiero tu corazon. O bajome! O arkokosi! Po mi si dush qatë më. Alo, oj nan! Këtu jam i nana, në stacion të autobusit jam. E gjeta me nan, e gjeta. Ba, si qeka kjo me nan. E bukur me nan, e bukur, e gjatë si selvi qeka. Hik nani me hik se dhe i flas, hik dhe me. Qyqi këtu. Me ka lare, me kastum, të du fort si balakun. Pa me qafsha nanën të du fort, moj. E në nana ime të du fort. Se qeken e niko qire madhe këshu. S'pëna varka i që e kyk. Që nuk jetje që më ka gjetë nana muar bap? Një që desha në unë nana s'dashka kjo. Yq bire lare bap në lere hatë. Dalo. Po dalo, ore, ku vete? Jo, ore. Ku vete, ore? Presa autobusin, ore. Po mosu se kemi si motër, qa na bërja jo neve? Ri këtu pu dala, presa autobusin. Autobusi? Si që nga kjo si kaktus, o vla. O motra, mos ta gëzo jetën ti po pret tramvajnë, vla. Në 2020 vin tramvaj, ore, Kështu që dera atere, hipi këti kalit tuja. E upton apo jore, sa i urej këta meshku që nga të smoj në stacion autobusi, vla, shumë i urej. Motra, Montana këtu. Ja, këtë që bëre tani nuk duhet ta bëje këtë ta shushush. Po gjo këtu mo, Nuk e di o la, do të bëj të më bësh tatuazh në zemër, o motra, Fortuna! Qa kem, a vazhë më spek me dorë, qa kem? Hapane! Spek me dorë, të prit autobusin. Jo mu, këtu qisht kesh nevojmë ke mu! O ikme se siki me këtun. Erdim duket, erdim. Eri, Qa shofera që janë këtarë, pësy të balit, qa janë këta këshuare, qa bet, ola. Man të keqen, ore, Që nga kamion fare, o vla.
qop shpije, gjithë to gocat bukra, zilin ta plesht, ik me! Mire shtunë gjithë po prisnin, al pazarin bashkë nisim, se ta pun pagova unë, zyrat e punës të të lendisin, po shkon, dhe qesh për të qarët, për ku je nisim, shkon në al pazarët, ova dhe i vura kishtin, dhe putetit më të mirit, njeri thoshte jam ndryshimi, jeti prap se qpor i lindi, e ku po shkon, të kesh për të qarët, për ku je nisur, shkoj në Alpazarët, e për gjithë jemi këtu, të qershin e bëjmë shaka, le ta marim me të qetët, se kështu e ka kjo jetë, se pa punë pa para, nuk e kalon do t'i jetën, aj të qershin fukara, se dashuri kemi të vërtetën, I love you, se ju dua shumë, qifemi së bashku, do të shtunë, I love you, se ju dua shumë, qifemi së bashku, do të shtunë, I love you, I love you, I love you, I love you, Delia! Të dashur miq, mi mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Ky është Alpazar. Po ku je? E zeza! Shpet kështu, Mojzi! U përmbit dinjaja! U përmbyt Osano. Po çfarë ke këtë çadër? Çadër plazhi e ka më mavri! Po çadër plazhi tani në dimër në shi? Po unë e përdor për të gjitha stinët, më pasha! Dhe më thua pastaj nuk e që në plazh. Ke që në plazh? Të qo këtu, më pasha, pse vjasesh? Ishim këtë e kemi që thua ti, që nga Behari, që ishi në plazh. Të gjo këtu, hajti. Ku bëni plazh mi qafsh? Në Sarand? Po prit më pse vjasesh një herë? U veshëm, ne u pispidosëm e roba banjë. Në shtëpi? Në shtëpi. Gjirokasë? Një të vatë, po më po. Po ku ka det në Gjirokasë, se mende? Po të gjo më pasha. Edhe na qoj babaj në kosht ne. Po qa në kosht? Na vendosi një piktur me pamje deti atje. Kuptova. Do më thonë, piktura kishte detin? Pamje deti, shiko detin e vu plazh. Më qafsh, si ishte deti? Shko tani, te piktura ishte një qik me dalgë. Po... Nuk umbit njeri? Nuk umbita, jo asu, nuk umbita, po të pak të në nëzim, o shikir, nëzim. Ashtu, ha? Po, rafete? Po mirë, po, si lajeni, si? Po të gjo këtu, më pasha. Stani, filloj dhe shiu që thua ti. Tani, shima, po. Filloj shiu. Tani e banë të shiun këtë ti. Po, përmbitje të më dhamë. Po ku e gjete këtë? Ira njërës maqinës edhe e një ta gjetur babaj e një ta marë. I ka rënë një makinë e mori babaj dhe tani ti e përdor dhe për në verë edhe për në dimër, e? E përdor për shdo stinën, më pasha. Shkëlqyer më pasha, shkëlqyer fare. Po që thua ti, shtu e mire ka dhe një të keqe, shtu e keqe ka dhe një të mire. Po, tani që rashiu ku e ka të mire, ku ka keqe. Të keqe në ka që në ambyti. Po. Edhe që thua ti i flastezes, u rashiu dhe i flastezes. What is it? What is it? Edhe më foli tezja mua. Merë më i shpeti, thash, një gjisëm, i do një gjisëm sabuni, thash. Po që do e? Të lash, i më në shi. E kuptova. Meri sapunin, lajesh tezja, lajesh edhe ti. Shtu a moj qosur. Shprate ti u hargjonim sapunin, ne? Po si e bënin? Sapunis e tezja bëj me shkum, edhe i thoshja unë, o teze moj sa të dua hop.
Do me thënë, sa punise e Tezja përqafoj me ty. Po, më bënte mua me shku, mo edhe lashin të dia tokë, kështu. Po për shumë për të larë shpinën si apo. Rëshqisnin të për... E mora vesh. Po, këtë legendi për qaj ke? Ku ti thua legend, ma atja i thua legendi? Po, këtë qa është? Hapisit, mo. Legend. Po që thua, mo i qosur, kish mjetimi transportit. Nuk e kuptova si mjeti transportit. Mbaj një që këtë. E maj unë. Marsha Allah, sa e letë që ke. Ha, si? Unë me këtë vete vina vora, mo. Po si vjen nga vora me këtë? Ja, mo. Një të futur kështu, mbi legene dhe më merri edhe ujt me vete. Edhe në Tiranë. Po, në Tiranë, më sjell direkt në Tiranë, unë i qëndër më sjell. Po, në për Tiranë, si... Marrë dhe Tezja nuk këtu, më të shpande me 4 fëmijë. Tezja ka 4 fëmijë, po muzidha i ka, Qavash, një minut. Ti Tezja 4 fëmijë këtu? Po, vetëm shiko, për të këtjere bëj me këmbne. Po atere... Unë e Tezja bëj muhabet. Po fëmijët? I bjen legenit. Të thua ti më pasha, unë ka ardhur apostafat për ti. Për mua? Po. A kështë një nderi madhë. Më dhe mua Shumë falenderoj. Të qoftu, më dhe ti 2.000 lekë më radhë në parë që ti ka në Turqi unë? Në fakt të dash 20.000, po nese. Po më mos i thuaj të thëra ti. Se ti me 20.000 bën qodira. Ua, qudira mo, ke në vete? Edhe po që unë ashtu do si doja mu në të hatur për me bukur? Jo. Unë jam njeri me regulla e me norma e. Ha bukur me turp. Të kam sjell një koklope. Qa ke sjell mëj? Një koklope mo. Ku ke? Ja ta nxjerr. Urdhro. Edhe unë të betojmë për kokën e babit, do ha buk 6 muaj me këta. Shkëlqyer mo. Po ku ta qoj këtë më, që s'kjo kokë lope mëj? Keni para s'keni par ju mo. I jep tjetrit gomare, shiko dhe dra dhëmbët. Le të kthemi tek realiteti ynë. Janë ndruar kryetar bashkish në Tiranë, po, dhe në qytetet e tjera, gjithë kanë premtuar. Tani, në kohën time, nuk do ketë më përmbytje. Dhe realisht, shumë fjalë u hapën që u përmbyt Tirana. Kjo nuk është e vërtet. Janë vetëm llafe. Që kur ka ardhur Erion Velia, edhe shiu bie me orar. Edhe në qoftë se ka pas rrugë të ndryshme që janë mbushur, ato janë mbushur nga gëzimi që kemi ne. Se ne, shqiptarët, ëndër e kemi Venecian. Nuk ka më lumturi të madhe se sa shi bie në Tiranë. Kemi pak turim që t'i japim zgjidhje këtyre situatave. Duron prinsesa, duron për shpejt, se s'pret puna. Presojmë shumë që edhe moti mos jetë kaq agresiv me ne shqiptarët. Ato e di zoti e ka ai në dorë, Po edhe qytetarët ja t'i japim një mesazh që mos ngurojnë të telefonën në numrat e bashkisë, në numrat e policisë. Alo? Jo këtu. Sa herë të kam thënë për ato qapa puseta, more. Sa herë të kam thënë? Ha? Je i pushuar në vend. Bëre me shmora thuaj. Nëse marr unë si qytetare dhe them nuk kaloj dot nga kjo anë rrugës në anën tjetër, çfarë bën bashkia? Kemi në mobilizim total zjarfikset, kemi 700 veta në terren, kemi staf që monitoron çdo puset në këto situata të vështira. Lupi, 27-a, 3 top. Por, që thonë qytetarët kur i pyesin për përmbytjet? Përmbytjet gjithmonë ndodhin në zona që është fushë, por u thua pse përmbytet Sauku? Sauku kodër e gjallë.
Nuk interpreton njeri thotë, po priti sekond, se Sauku është shkodër nga përmbytet. Direkt, populli ynë është vdes për mikrofonin. Të gjithi ke këshu flasin, ka që qef kanë edhe tek ne, jepu mikrofonin, si urqomi tralozin, ba. Pse përmbytet gjithmonë Sauku? Nga kuadrat që ka Shqipëri o gjysh. A do shkotoj ndonjëherë Sauku nga përmbytjet? Vallaj se mushet me një. Prani Sauku është pezur. Të gjithë Shqipëria është pezur. Se kuadra s'ka Shqipëria. Kam rëdhif, shnet. Njerëzit thonë shiu është bereqet, po tek ne është qamet. Dhe qameti është që ne në kemi ndërtuar me durët tona. Përmbytet se ziren kanalet, nuk i pastrojnë ato, edhin beturinat dhe për kanalet dhe për ndaj përmbytet. Ajo zona ndë kam qenë, ka shumë shtëpi që kanë blokuar kolektorët. Edhe këta e theme përgjegjësi, se di shumë mirë dhe me. Po mirë, do kjetë zgjidhje e Sauku që mos përmbytet tërë tjetër? Mos lektuoj mbi kolektor. Nëse ty do ishe në Sauk, do e ndryshoj vendin e shtëpisë? Po, patjetër. Sauku duhet mos ngrejnë tash hotele, lokale nate. Se kjo është arsyeja. Po si, po çfarë pina dhe pinu iske ta. Sauku duhet bëjnë një zgjedhje tash se po më lezit një qaf. O gjyshem, pse përmbytet gjithmonë Sauku? Shebi. Ku jeton ti? Unë jetoj të freskë për freskë. Më pëlqen se çfarë do lloj problemi që trajtojmë, fusim një lala në fund edhe e shplajmë. Por vim tek buxheti i shtetit në Shqipëri. Për çfarë përdoret buxheti? Në Shqipëri për investime, rriten taksat, rriten tatimet të shtohet. Kupton sepse çfarë bëhet? Thuhet se bëjnë banja, bëjnë zyra, bëjnë pishina, blejnë makina, po se nuk kanë. Edhe që të gjithë neve llafazan, më popull llafazan në botë nuk kanë parë. Sinqerisht. Flisni kot fare, që keni me qeverinë, qa ka bërë qeveria? Po se bleu 80 makina të reja, për çfarë? Ata e din se qeqin që marrin makina të reja. Sinqerisht e kam. E di që do të rishme makinë të vjetër të ngelesh mes 4 rrugëve, të kesh të dilën të grisur për shembull. Mund të hypi ministri atje. Jo pastaj që të kesh thjesht ministër, të kesh edhe dashnore. Sekret. Urdhëro. Sekret i madh. Po cili është sekreti? Veturat qeveritare. Tani na dali edhe tre belshe që kushton secili të paktën 700.000 euro. Shifrini buxhetin çfarë thot. Buxheti shkon për prapanicën e zyrtarëve me 100 milion. Po si do thoni ju? Sepse janë me mira zyra dhe banjo që po restaurohen. Po ju, inventarin e zyrës drejtorit bëni këtu? Jo, prandaj 2 miliardë e 400 milion dollar nuk duken gjikundi në horizont. Si mas më duket mos tani ore. Si mas, si ju shohit. Do të thoshë që standa që këtë qëllim të mos e çojë gjikundi. Urdhër kategorik i drejtorit. Pik mbaroj. Prandaj s'duken, se shdohen të gjitha në shërbime për mendere. Por ne nuk diuam se kushton. Që ky qëllim të shkelet na këmbët e një paje vajze. Por e sodëm këtu, në zyrën tuaj. Zyrën e kam atje. Ja, shokokoni. E keni këtu. Pse më pëlqen Sali Berisha? Më pëlqen se i thot gjërat troç. Për shembull, thoshte mendere, thoshte prapanicë, nuk është i pa edukuar. Se për shembull, nëse para një viti tha, "O ty nanën dhe motrën e ty." Po tani është moderuar. Nuk thot byth, thot mendere. Por a ka brenda parlamentit një zë, se opozita do flasi, po është në opozit. Ishin në pushtet të njëjtën gjë bën dhe ata. Të njëjtën gjë. Po tani brenda se magjia është kur je brenda majorancës, a e ngre kush zërin. Për shembull në Partinë Socialiste ka demokraci. Është një zë aty që unë nuk e di pse her pas here zhduket nga valët e detit, ikin valët, i pritet linja. Pse ky Ben Blushi herë flet, herë s'flet. Ja Ben Blushi. Lek borçë i marrë me... Më pak se 140 miliard lek. A nuk ka se thonë që merë më shumë borçë se ne. Të keni rritë borçën për 10%. Por ti na pas ke gënjur. Të dritur. Doli kancelera Merkel dhe tha, në Bashkimin Evropian duhet ta dhëmë me kushtetut që askush mos marrë më shumë se 60% borçë GDP-s. Dhe ne tham po, kur ishim në opozitë. E di sa jemi sot? 73% thuati. Ku shkojmë pra lekët? Për çfarë marrim borxh ne? Për rroga? Për pensione? Unë nuk di që zoti kujdestar.
Për shtëpia të nënës nuk digje. Më qëse ne majmë lek për pensione, ky shtëp ka falimentuar. Më thoni 5 metra rrugë që jeni bërë. Se vetëm kulla dhe shatrivane po bëni. Merrni borxh shatrivane jo. Për fasada, për stadiume, për kulla, për piscina. Këto është borxhi po paguajmë ne. Këtu të kam. Ka dhënë që merr borxh për punë të mëdha. Dhe kjo nuk quhet punë. Kjo çfarë quhet kjo? Luksokraci. E po mos u mërzit ka që kryeta? Po do ta bëjmë një gjëne? Qa ke ti pse mërzitesh? Po të gjej menën, e heqim qafe, do ta bëj një praçk. Sri dot. E di më i fantaksur është ai, se i do të pa okruar, do t'ja bëj vetes. Dhe pavarësisht nga historia, populli ynë ka fjalë të urta, të mençura që ngelen. Një nga ato, që është edhe e famshme, në raste të tilla thot: fshati digjet, kurva krijet. Por po t'i pyesim qytetarët, çfarë kuptojmë në shprehjen? As po ju gasmoj prap këtë javë, po ja lëm qytetarëve, atyre që kemi marrë nëpërmjet mikrofonit. Çfarë kuptoni me shprehjen fshati digjet edhe kurva krijet? Kjo shprehje është tipike për politikanët që aktualisht ne kemi në pushtet. Ta janë më putan se femra. Fare mirë, kuptohet që ky popull duhet të ketë drejtosh të tjerë. Llumi është llum. Kurva krijet sta molli digjet. Digjemi ne si popull. Unë mor 17.000 lekë pension, Rama blen makina luksoze, bashkë me suitën e vetë, ne bujmë për bukën e kohës. Po, kjo është tipike fjale urtë për Ramën. Që ato bëjnë qef populli s'ka me hongër bukë. Unë vetë jam optimiste, gjërat do ndryshojnë, kam bindjet plota. Ju jeni optimist? Po s'jam më fare, që optimisti t'jesh? Po kjo s'bazohet fare, nuk qef fare që më borë. Do ta e buka, do mjam që do mjam shtimu për drejkë. Hapa? Puno. Si puno, po s'ka për punoj. Trokitët do t'hapen dyër. Kjo folë, nuk që bazë është ku bazohështi. Po ne me besimin fitar. Ekonomia realiste. Mos u zini se sot është dita me diell. Do dalë në Alpazar. Hajde paqe tani. Po, paqe tani që shoh që pudhuni çik tani. Dhe kam kënaqësinë në Alpazar sot të sjell një zë magjik nga Shkodra. Mukades Çanga. Mirë se erdhe. Kënaqësi. Me njerë pas Mukades Çangës do kalojmë në pallati 676, po së pari, nëpërmjet duartokitjeve tuaja, skena gjitha për ju. Cili dramo fili
bet këshu ma, si u këthym në këshu si në kohën e qepës, si filloj prap kja vazi mukës, pa drita e pa uj. Hec uj e hikin dritat e hik uj. U bëm si rop të eqër. Ja, më po kom thirë gjithë banorët to. Banar! Hec një gjithë këtu! Banar! Banar ku jeni, ka sjeni, hec një zdryp një gjithë. Uj! Nami! Qfa tevi korbë? Po nuk na vjefton kjo sirena ka ti ditë që kemi, po fillove të ullërasësh edhe ti? Me ullërit këthe këtu o me ik, isa hate më parë. Me noto me hik këto. Keni uj më shpiju? E suami të bëftë motra, ne ja kemi haruar edhe njërën uj. Vishua i ma vriu ka nditur 5 orë në shi. E me zi bushi di bodile nga shiu që bilte nga hedhi. Po një uj pasër mi motër, po qëtë të thomi, E më porositi vishua 100 herë, më tha dhako, o e pim me kursim, se të bërë mirë për gurët në veshka. Se ke gurë në veshka tje? Jo, mi motër, jo, mamaja. Mamaja. Një gjë këtu, thuj mamas, ta ketë parasysh, e në uj shiut, i pastro luqet, Do e mbajmën, ha? I pastrohu luqet I bol dzidz, edhe njene shpërje shtatë zonë. Vërtet, mi? Pa. Ui, shke kësjari që I matë që më dhemi, motër. Që njeko e qitën kaptinë katënoret. Nami, shke që shanë. Qarats budalesh I jene, moj. Shke që shanë, mi? Po qa po shajo gru, mua tu më hik të peneku, o për mytiron Ta levitër, mi korbë. Po jo, po thom që kam hall tjetër, se u përmyt Tirana, e në pikën e ujt nuk përna qitë ka qeqmja. More vesh, asi gjo, tashi kom venos si administratore e përgjeshme që jom, ti thëras gjithë banorët e ne të bojmë I protest, blokojmë rrugën kryesore, thirri burat ka I ke ka si ke. Nami motër, unë një bur kam. Ate pre që ke vishën, ku e ke? Po she televizor. Televizor? Ne kena 3 dit pa drita, mi gru. Po dhe a I shkreti, mi motër, ka 3 dit që ri e pret para televizorit. Ne. I e shprer një film në mes e ngelli atje, po e pret. Visho! O, Visho! Era drita vi! Tu ardh, jom, tu ardh! Ja, të momentin I ka ngelë pistolet të ndorë, ka 3 dit I, po u fikë. E morën vesh, po hecë zdryp poshtë se kena protest. Po të kam vëtë e qikë fasullet në gaz. Viut. Tirka, Adem, si be, ka jeni gjithë zdryp një o Debra. O Debra. Moj, qfar ke që bërtet? Hecë zdryp poshtë se kena protest. Zdua, s'po plas fare, që s'kemi uja dhe drita. Mua po më digje tjeta këtu. Jalla, qa ka kjo mi gru? E të shpjet për atë me, ajo është e të shmëndu. Dua një cigar. Debra, pse je tu pi mi gru, qa ke këshu? Dua cigar, thash. Visho! O, Visho! A mi zemre, fale! Me gjo këtu më. Ke cingara ti mo? Kush do? E do Debra. Nuk kam. Ja. Po që njërë bre temen e temen bre? Po që shkinja I se nësë me... Oj, no. Fati kry bre temen bre. Qfati bre? E bre vako, mirë jo. Mirë mo t'il kë mirë. Sa mirë veri ky shiu që ra bre temen. Sikur të ka zbukuruar cazë bre. Je ber tërnur bre. Papa e di me në seksi jo, e kena mërvesh. Po kena qitër hal këtu. O, Devora. Si e bre temen e semës? Më falë që së të fashë bre. Shka bre? Shki bre? Je mërzitur o? Shka për vaki bre? Mos ka I kur do një nga burgu? Jo. S'ma them dot. Po qanë kjo bre? E po qanë kjo për vyset bota? Bo.
Kur s'do ta besonja bre, që qanë ti 1 dhe që mbete 702. Kurën e kurën. Se besonja. Pusha, Mjolla. Aje tu na thonë që halë ke që të njëmojmë? Nga dalë bre Fatin. Nga dalë bre temen, se do l'gjerë sytë. Nga dalë. Thoj, s'kej për t'i them. Njëmojmë. Bre, Çka? Qa ke, Debra? Jam shtatza. E po, do përmyset vota. E po se mbeten dhe burat me barë këtë. Po mirë mi motër, po nuk thuaj shiqir. Unë kam një jetë të tërmartuar, e qas kam bërë, e qas kam provuar, e nuk po ngetë që s'po ngetë. Do ngetë. Ka dalë. E ka dalë se ke bërët një në tje. A ty të ëngërt goja mjaltë mi Fatin. Po për të qarë, pse qarë mi të borë? Jevo, si u grisë mo? O, visho. Jeni mirë mo? Hajde. O, Adem. Të fshiresh mo. Ikma të qe. Po losni komandash mo? Po misareja, hajde. Hajde. Jo, hajde. Hajde, dilë mo. Hajde, bre, teme. Jevo, si u grisë, pini po bashanare? Uj, shka kjo që qanë? Ka njërë shtatë zonë. Se ka me mua! Bide, bëre hatanti. Po për kokën të dhe nuk kam gishtu në këtë punë. Ore kokqip, do e mbidhë shti? E mbidha. Dale bre. Po, me ke bre të borë, me ke. Me mua jo, mari funda e Ore madhe. mbidhë, o visho. Me të dashurin paj nuk e pranon. Po që jemi të vegjë. Se me sa vjeqo? 33. I vogële. E po, 33 i vogële. Komplet i vogële. Fare i voskën më duket. Po, je me fat që t'ka lën me barë. Se thuaj, po gjok tua, dhe thuaj mua, ku e ka shtëfila i se do t'a ratë, do t'a mbys fare. Do t'a mbys, po t'i kjo. Do t'a mbys, po t'fe. E ka të brava. Se pasaj, jo, se mërvesh ti, do shajnë palatit tono. Do thonë palatit të piqit. E thonë. Ore visho. E thonë. Bidhe mo të thaj. Okej. Ta të regoj për okej. Debra, mos pi mo se ka për dalë, kalamoni qyryk ka për dalë. Të delë, më i që më dhurë që ti, të delë fëmija. Po kur pi më pije nervat. E shtruar? I pije nervat, be. Hajde, po i fletë truri, hajde. Hajde, po s'ki frikë, hajde. Hajde. Ja qeta, si shkot. Foli qik. O më regull, o mirë. O shumë mirë. Si e Adem? Më e falim derit, si shkove, unë ma e qashtu, të më gjithë, unë shiki, bala, po si ke, zititë me burgaxhi, je për zotin një, po të je burnesh, te për të të bëllja pejtar, për zotin e madhë, nuk e di që të tomë, për të di, po që më fundja thash e në pështava. Po nga dalë, që të ngejti gjua në fyt. Nga dalë. Hade, është me barë. E barë. Edhe a i poshtri, dashnori saj, i dashuri, nuk pranoj që kjo të mbaj fëmijën. Ashtu? Po në madhe, ja majmë fëmijën ne. Jo. Adem. Po t'i nga e ti, moj. Tu men fëmija e erë, si fillim. Aha. Ne. Jo. Po fra,
Dëgjo. A shihni gjo mua dëman. Duhet me shkue me kapat e piqërukun e vogël. Me ka përveshës e me I thonë ta pranoj Kalamonin. Ashtu. Keni për qku qytë tre. Ikni. Kuj ka shpin bre. Edhe ti me shok. Kuj ka shpin bre. Te porta jeshi dhe mrapa. E ti liro. E di u këtu mrapa. E po mirë të vemi atje. Shkoni. Dëgjo, Adelka, edhe ti vi. Ju do vi. Ti ki uni? Ti edhe ti të përse qa jeti? Unë. Pëpse unë? Jeni vetëm o ti ki unë? Po. Pse bre? Mos më dërgoni mua se o detirojmë të bëj krim. Po unë zema, jemi neva të e vrava fare edhe të bëj burë kot, dëgjoni mua. Ja, mas shko deri në atë pik. Jo, po më qëdoj veti pari, se po ja, bëhet fjallë. Gjo bre temën. Ti një, dhe aten ka dytë, do vini me mua. Dhe ju vetëm do të shikoni kur të raun. Edhe këtë përkëshude, I kerje e si dhe këtu të shumë. Ore visho. Një minut Mos nga nga shokët. Okej. Lere të pi cazë kë. Si e ka emrin aje? Maci. Po se bën ata thërin taci, mos në fanshin atë dem. Ikni. Hajde, bashkë, do t'i vetë. Të zemi që këde unë. Uj, na, mo visho, u deki. Hec fesho. Unë maj që doj thras, prap. Mi motoret, sa qese. E zeza do e kera u keq mi motor. E zeza. Kënë bash një ravashë dhe ti në... Ravash do të ashtë të... Do të marim veshtë të... Dë borë kë, zemër. Po bera shaka me për zotin, bera shaka, ma. Po dhoj me këti të me lëshojt, se më zuri fira më vare, më zuri. Thoja të hajtë të e si e ke emrin, thoja. O dajlo të ja them unë. Toqi. Na, more Adem, po t'ir ka me visho, mo që bën? Ha? Ha ma fal! Nga dal. Nga dal. Ola ko moj! Nga dal. Ola ko! Ka mo t'ir kë? Dëgjo. Ebe s'ka që si I ka nërën në vend të keq, me vesho. Do t'i vesh qikaku, që mos t'i ejtet. Jo, ja mejtur. E zeza, ta një beta pa familje unë.